Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Izraeli duhet të detyrohet të respektojë armëpushimin me Hamasin, ndërsa grupi militant islamik duket se e ka respektuar marrëveshjen. Vëritjet e tij u raportuan nga mediat shtetërore turke dhe pasqyrojnë shqetësimin e Ankaras për tensionet në Gaza. Armëpushimi aktual është pjesë e fazës së parë të planit historik të paqes prej 20 pikash të propozuara nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky plan parashikon tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza, kthimin e pengjeve të mbetura dhe lirimin e 200 të burgosurve palestinez. Faza tjetër kërkon çarmatimin e Hamasit dhe dorëzimin e kontrollit të plotë të Gazës, kërkesë që Hamasi ende nuk i ka planuar. Ndërkohë Izraeli akuzon Hamasin për shkelje të marrëveshjes, për fshirë sulme ndaj trupeve izraelite dhe vonesa në dorëzimin e trupave të pajet të pengjeve, ndërsa Hamasi akuzon Izraelin për sulme në Gaza. Erdoani theksoi se përmes sanksioneve dhe ndalimit të shitjeve së armët, Izraeli duhet të mbajë premtimin e tij. Sipas tij, ndërhyrja amerikane është e domosdoshme për stabilitetin në rajon. Në këtë kontekst, këtë javë, zëvendës presidenti amerikan dhe sekretari i shtetit vizituan Izraelin për të mbështetur armëpushimin dhe planin e Trumpit. Rubio takua me kryeministrin Netanyahu duke shprehur optimizëm për programin që është bërë, por paralajmëroi sfidat që mbeten. Askush nuk ka iluzione. Ne e kemi bërë tashmë të pamundurën të mundur një herë dhe kemi ndërmend ta vazhdojmë ta bëjmë këtë, deklaroi Rubio.